Për mua është një përparësi shumë e madhe, sidomos sa të bëhet për promovimin e këtyre vendeve, se është një plus shumë i madh edhe për neve, për vend këtu. Do të lidhet me turistat e huaj që zakonisht fotografat vendeve ndryshme shumë shpesh më shkruajnë, edhe kur i shohin fotografitë, pyesin ku është ky vend, që s'kena një për të. Edhe ajo është një lajm shumë i gëzueshëm për mua kur të marrin vesh, që domethënë Shqipëria ka kësi vende që fotograf domethënë me renome botërore janë të interesuar për me pa vendin, për me ardhur në kohë që ju përshtatet atyne, me ardhur me fotografua, me publiku domethënë në rrjetet e tyre sociale, vende ndryshme. Kjo është kënaqësi shumë e madhe domethënë edhe për mua kur e di që vendi jonë është u promovu. Por gjithashtu po besoj që ke edhe ndjekësit, përveç atyre që janë profesionistë në këtë fushë, ke edhe ndjekës të thjeshtë, të cilët edhe i vlerësojnë fotot tua, ndoshta edhe ajo ndikon që edhe turizmi të zhvillohet më shumë. Po normal, do të thotë turizmi në Shqipëri, po besoj që promovues më të mëdhenj jemi na që promovojmë përmes fotografive, videove këtyne, ajo është domethënë promovimi më i mirë që mundemi me i bëu këtij vendi. Po a ke ndonjë foto që ka një domethënie të veçantë për ty? Po kështu, zakonisht fotografitë e peizazhit mas shumë të mundin me u vlerësu prej momenteve që ndodhin rrallë. Do të thotë prej nëse ka ndonjë fenomen astronomik ose diçka të tillë, zakonisht unë i vlerësoj shumë fotografitë që kanë momente të tilla. E kur jemi të kjo pjesë, kemi me i komentu dhe disa foto, ti ke qenë edhe i ke shkrep edhe fotot në Aurora, që e quajmë ne, ndoshta mundesh me na sfigu dhe ti pak më shumë, por kemi 3 foto të cilat dëshirojmë i komentu. Është njëra në Valbon, në këtë ambient ku jemi ne, është një në Bjeshkët në Kosovë, por gjithashtu edhe kjo foto në Norvegji diko, apo jo? Po, Aurorat ose dritat e veriut që vinë nga pjesë veriore, do të thotë të botës, që duken ato vende si Norvegjia, më ka ra domethënë her pas here me i vizitu ato vende që janë të frekuentuar shumë prej fotografëve. Po edhe këto pjesë që i përmene ka Valbona, këto janë kjo rruga e Qumshtit që duket. Zakonisht ato mundemi me i kap kur është ambienti errët shumë, do të thotë Valbona i ka ato kushte që nuk ka shumë drita për rreth që më na pengu neve pamjen e tyne. Po Norvegji, domethënë është Besoj që ka qenë një eksperiencë shumë e veçantë atje, apo jo? Po, se domethënë ka turista shumë prej këtyre vendeve të botës që vinë me i pa, ato duken edhe me sy të lirë, kështu të kur i sheh. Është një ndjenjë besoj e jashtëzakonshme që ja propozoj secillit nëse e gjejnë kohën, nëse i ka kushtet,